Të gjithë ata që thonë se Kongresin e Manastirit e ka financu sultani, janë mashtrime, janë rana, janë sikur ajo foto që e trumbetojnë, një foto kur është themelu në vitin 1923 Komuniteti Musliman i Shqipërisë, janë disa figurat i personalitetit kohës me çallmat të perandërisë osmane dhe me tarbush kuq dhe paraqesin se janë njerëz të cilët kanë marrë pjesë në Kongresin e Manastirit dhe e lidhin me Kongresin e Manastirit. Dhe mund vjen habib se intelektualët nuk dalin me u distancu nga këto manipulime kaq të mëdha. Sot, në vitin 2025, me ekzistu tendenca manipulimit të këtill është e pa imagjinueshme dhe sidomos vjen prej hoxhallarëve dhe prej ndjekësve të hoxhallarëve dhe prej atyre që ndjehen turkofila dhe që nuk e njohin një gërmë të Kuranit, nuk e besojnë Kuranin fare.